Shiko, hapja e këtij debati me Nigel Farage ai nuk është një politikan ekstremist, është personi që ka ngjitjen më të madhe politikisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe që ndoshta mund të thyej edhe këtë binomin e përhershëm mes konservatorëve dhe laburistëve që kanë ndarë pushtetin me njëri tjetrin dhe që synon të marrë edhe kryeministrinë, por edhe pushtetin lokal, sepse shifrat e nxjerrin fitues. Tani në kurriz të shqiptarëve do ta bëjë ai këtë, duke bërë politikë. Nigel Farage ndjek interesin e vendit të tij, edhe flet për çështjet që interesojnë qytetarëve të vet. Çështja e emigracionit palishëm, problemet që emigrantët e palishëm kanë shkaktuar në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë për çështjet e sigurisë, kriminalitetin e shtuar, e tjerë janë një çështje që shqetëson çdo ditë çdo qytetar që jeton në Mbretërinë e Bashkuar. Kështu që ai, duke u përfshirë në këtë lloj debati, i flet qytetarëve të vetë dhe në fund ditës kjo i përkthehet në vëmendje dhe vota. Ndërkohë, kryeministri shqiptar është kryeministër i një vendi që ka prodhuar emigracion me shqiptarë që janë larguar drejt Mbretërisë Bashkuar me gomone. Jo në fillim viteve 90, por deri përpara një viti dhe 2 vitesh. Pra njerëz që kanë sakrifikuar jetën për të hipur gomoneve dhe për të shkuar në Angli. Pse mund ta bëjë një njeri këtë? Vetëm kur ndodhet në kushte ekstreme. Mund të marrësh masa të tilla ekstreme për të ikur nga vendi yt. Zakonisht vendet që janë në luftë civile i kanë këtë lloj fenomenesh. Mirë po ja që ndodhen edhe Shqipërisë. Është po ashtu kryeministri i një vendi që një ministër i tij i ka quajtur dhe i ka pagzuar shqiptarët që jetojnë në Londër, ose çunat e Londrës, si çunat problematik.